E mbijetuara e atentatit në Vlorën Nela Gjini nuk ka mundur të jap asnjë detaj në lidhje me ngjarjen e rëndë. Ajo ka deklaruar se nuk mban mend asgjë nga ngjarja, 3 ditë pas shpërtimit gjini e zgjuar, ndërsa mjekët dhe familjarët e saj janë kujdesur të mos i tregojnë se bashkëtuesi i saj Yusuf Brahimaj, 42 vjeç, ka ndërruar jetë në atë ngjarje. Ata i kanë thënë se Brahima ishte dërguar në Itali për kurim, ndërkaq nga hetimet ende nuk ka të reja, ndërsa policia dhe prokuroria nuk ka asnjë person të dyshuar në lidhje me krimin e rëndë. Grupi hetimor është përqendruar në lëvizje që kishte bërë 42 vjeçari nga Vlora jashtë vendit. Problemet që ka pasur Brahimaj në disa vende të Europës dyshohet se janë dhe shkaku i atentatit me 500 gram tritol që ndodhi mëngjesin e së njëjtës në rrugën transballkanike në qytetin e Vlorës. Grupi hetimor është duke verifikuar informacionet e marra nga sistemi TIMS për lëvizjet jashtë Shqipërisë të Brahimaj në drejtim të Spanjës, Gjermanisë, Hollandës dhe Belgjikës, si dhe aktiviteti i tij në trafikun e drogës. Lëvizjet e fundit të Brahimajt jashtë Shqipërisë ishin në Korrik dhe ai kishte hyrë në vendin ton nga Qafthana në datën 10 Korrik. Hetimet janë duke ushtrirë edhe në një ngjarje të vjetër të ndodhur në vitin 92, kohë kur ka ndodhur një vrasje e cila është edhe sot e kësaj dite pas bardhur. Sipas prokurorisë që prej asaj kohe, 2 vëllezërit kishin pasur probleme me persona të ndryshëm. Yusuf Brahimaj ishte një njeri i heshtur dhe i fshetë. Ata qytetarë nga Vlora që e njihnin dhe shoqëroheshin me të kanë treguar për policinë se 42 vjeçari pronari i lokalit luksos që po ndërtohej në Jonufër ishte një person diskret, i fshehtë dhe i heshtur. Ata kanë treguar gjithashtu se ai kishte miq shumë oficer policie. Miqtë e Brahimajt e kishin këshilluar disa herë që të mos dilte hapur për shkak të problemeve që kishte dhe për shkak të 2 atentateve të dështuara të ndodhura gjatë vitit 2013. Këto atentate dyshohet se kanë ndodhur për hakmarrje në lidhje me ngjarjet të ndodhura në Shqipëri.